djemt kanë bërë maksimumin duke marrë parasysh situatën financiare e cila kanë bizotruar. Sponzori i ri ka ardhur me shumë fjalë, me shumë premtime, por sa kam info unë, Xhelili më mirë mund ta thotë ose nuk mund ta thotë për X arsye, ata nuk kanë premtuar asgjë nga ajo të cilën e kanë realizuar. Dhe është fatkeqësi për një ekip si Shkupi apo për Çajirin apo për Shkupianët që të vijë secili ta marrë klubin apo tallet me një fanellë i cila ka histori shumë madhe dhe është turp për gjithë neve, të lejojmë X persona apo të vinë nga kudo me pa kur far projekti, vetëm me premtime boshe dhe t'i futin edhe këta lojtarë në presionet ndryshme, të cilat nuk mund të përballohen në situata ndryshme dhe duhet prap them këto e kanë bërë më të mirën dhe jo rastësisht filluan ato rezultate të mira duke ju besuar këtyre premtimeve të cilat ishin dhe sinqerisht nuk e dim se kush është personi dhe nga vjen me çfarë para, me çfarë ide ato kanë ardhur këtu dhe që të realizojnë këtë projekt. Thjesht ata erdhën, nuk e di qëllimet e tyre të cilat janë të pastërta dhe rezultati i asaj ishte edhe rënja shumë e madhe e këtyre lojtarëve të cilët me të vërtetë kanë shumë cilësi, por siç e dim shpesh edhe nuk kanë dalë në stërvitje. Ka pasur mbledhje, kjo ma rikthen atë historinë para 20 viteve kur ishim ne në një situatë shumë ngjashme, kur rrinim pa rroga për 4, 6 apo 8 muaj. Që është diçka shumë për një futbollist. Por është e ndryshme situata për arsye se ne kemi qenë lojtar vendas dhe disi e kequat e ke qenë lojtar i klubit dhe për tash lojtarët vinë nga jashtë dhe nuk mund ato të jetojnë apo pa mjete financiare për 3, 4 apo 5 muaj. Dhe thjesht premtimet boshe vinë një moment kur edhe lojtari nuk e beson atë dhe s'di si kanë dalë në stërvitje dhe i kanë luajtur gjithë këto ndeshje, po prap them, duhet dikush të marrë ndonjë iniciativë apo tifozëria apo Shkupi apo Çajiri apo qytetarët, thjesht pastrohet kjo dilemë kush janë këto njerëz dhe pse kanë ardhur tek klubi jon i zemrës për arsye se dihet çka do të thotë Shkupi për Çajirin dhe për gjithë shkupianët.